Përshëndetje nga Bratislava, sonte ku Kosova ka një shans të madh me shkru histori. Jemi para stadiumit nacional të Helene Polle, ku Kosova do ta zhvillojë ndeshjen gjysmëfinalit të play-offit për botrorin 2026. Ky stadium këtu është me kapacitet prej 22.500 ujëseve. Ani pse zyrtarisht për tifozët ardan ishin të rezervuara vetëm 1.000 bileta, Agimademi tha se ne do të kemi në Slovaki rreth 8.000 tifoz. Po ashtu edhe në mediat lokale slovake po thuhet se ekziston frika se kosovarët do ta pushtojnë stadiumin. Kosova vjen këtu me një rrugtim të mirë të kualifikimeve, me 3 fitore, 2 barazime dhe 1 humbje. Edhe pse në letër, kombëtarja jonë vlen 153 milion euro, Franco Foda së dhe ka një sfidë të vështirë në fazën defansive. Për shkak të lëndimeve, mungën kapiteni Amer Rahmani dhe mesfushori Leon Avdullah. Pavarësisht këtyre, ka lojtarë tjerë të cilët pritet të mbulojnë këtë hapësira, si lojtar Delova, Aliti, Hajdari, Vojvoda, Ilir Krasniqi. Po ashtu Slovakia vjen pas një kampanje kualifikuese shumë të mirë, ku në 6 lojë arritën të shënojnë 4 fitore dhe 2 humbje. Duke marrë parasysh se mposhtën pikërisht në këtë stadium Gjermaninë me rezultat 2-0. Vlen të cekët se Slovak në këtë stadium nuk kanë humbur që nga qershori vitit 2024. Edhe pse Kosova është në formë të mirë, normalisht Slovaki nuk bën ta nënvlerësoj. Slovakët sipas Transfermarkt vlejnë në treg 131 milion euro, me lojtarin e tyre më të shtrenjtë David Hanko, lojtari i Atletico Madridit. Slovakia ka qenë herë në kampionatin botror në vitin 2010, kurse Kosova nuk ka qenë asnjëherë që nga pranimi i saj në UEFA dhe FIFA. Në këtë mot me shi që shina të e pa dhe këtu, ju urojmë shumë suksese dardanëve. Forca Kosova. Shënjestër.net